Që ka vetëm 7.000 pëlqime. Po. Këtu e bëni krejt marketing. Këtu i bëjmë në gjitha. I promovojmë edhe çmimet e udhëtimit, oraret e trenave, këta që janë. Dhe e thatë që operoni me humbje në 2024-ën, e keni mbyll me 400.000 euro humbje, në 2023-ën me 270.000, qysh mundet me funksionu një ndërmarrje kur është gjithmonë në minus? Po. Tash nëse kthehemi te raporti i vitit 2022, ndërmarrja ka mbyll me një humbje 848.000 euro humbje në 2022. Nëse dalëm te 2023-a, ka një përmirësim zvogëlim të humbjes, dikun për 575.000 euro, se në përqind dikun 68%. Kurse në vitin 2024, humbja është pas zhvlerësimit 488.000 euro, po pramë nëse krahasojmë me periudhën e njëjtë të vitit 2022 është një zvogëlim i humbjes dikun për 42% ose dikun 350.000 euro. Po si të qoftë jeni minus, prapse prapë. Jemi minus, po për momentin ju thash edhe më herët se operojmë vetëm në ligjen hekurudhore Pej Prishtinë-Pej. Trenat udhëtarëve. Për momentin transport të madh nuk kemi, i cili është edhe mundet me kon profitabil. Shkaku se prej fillimit punimeve në linjën e 10 hekurudhore dhe prej mbylljes totale prej gushtit dikun të vitit 2022, e kem të pamundur që të ofrojmë shërbime transportit të madh. Se besoj me transportin e madh, tash ndërmarrja besoj që me një luks pak punës, besoj se shumë lehtë dhe del. Krejt që ka bën Tren Kosin aktualisht është bartja udhëtarëve Fushë Kosovë Pej dhe asnjë kilogram, asnjë ton të madrave nuk e transportoni aktualisht. Për momentin prej vitit 2023, kur kemi pas transportin e fundit prej Medvecit për Ferronickel, që kanë qenë gjithsej 195.000 tona, ose të hyra kemi pas dikun 466.000 euro, më transport të madh nuk kemi pas. Vitin e kaluar kemi pas një transport dikun afërsisht 2.000 tona, ka qenë një transport për nevoja ushtarake të KFOR-it, kështu që problemi marrëveshje aktualisht. Problemi është që linja 10 është e mbyll totalisht. Me atë projekt na nuk menaxhojmë, është infrastruktura ose infrakullsi, kështu që nuk e kem na si ndërmarrje, nuk e kem edhe një datë saktë se kur hapet ajo linjë, me thonë drejtën prej fillimit punimeve. Rehabilitimi i së linje në vitin 2019 neve si ndërmarrje kemi edhe humbje jashtëzakonisht mëdha. Dikun për llogaritjet që kemi bënë në muajin prill, kapin shifrën për 9.5 milion euro. Edhe këto janë humbje që i kem të argumentuara në bazë kontratave që kemi pas edhe ofertave që kemi pas për transport. Për linjën 10 tash është dashur ndoshta me harru çështjen e rehabilitimit, ka pasur të përfundonte vite më parë, ende është larg përfundimit.